So, erdha te ky... kur ta bëj. So, unë ndryshova shtëpi dhe erdha te ky vendi tjetër. Këtu është dhoma ime. Do t'ju marr me vete një nga këto ditë brenda. Dhe tani do ikim në Nusa Dua. Mos hapis kamera, për një sekond. Okej, dhe tani do ikim në Nusa Dua bashkë me një shoqen time. Ofishina duket shumë e mirë. Wow. I ka t'i bëj një foto edhe do shkoj në Nusa Dua. Sot kam në plan që të kënaqem shumë. Kjo është java ime e fundit që do jem këtu. Hello. Kjo është java ime e fundit që do jem këtu. Dhe do më mungoj shumë. Shife sa bukur. Erdha te ky resorti këtu. Duket shumë bukur, oh my god. Po të jesh këtu vetë, edhe energjia është aq e bukur. Wow, shife sa bukur. Do të marr me vete derisa të takoj shoqen time. Shive. Tani nga shkoj unë për të plazhi. Nga shkoj për të plazhi. Shife. Është sa të bukur. Hello. Which way for the beach? Oh, that way. Thank you. Bye-bye. Po shkojmë tani. Sa energji të mirë pas ka ky resorti. Më pëlqejnë shumë resortet. Që i ke të gjitha gjërat në një vend. Për shembull, nëse do më pyesje mua çfarë njeriu jam, dua sa bukur. Dua që të shkoj në pushime dhe të mos bëj asnjë gjë të ri, të qetësohem. Unë do thoja po, e dua atë në një resort që të më japin të gjitha gati. Ose dua që të bëj nga ato dua që të bëj nga gjëra interesante. E dua edhe ata, kështu që unë jam midis të dyjave. Dua që ti shijoj të dyja. Wow, look. Shive, është sa bukur. Wow. Okej, ikim se po më pret mua ajo shoqja. Hello. Wow. Shive sa bukur që janë këto këtu larg. A ti si shkoj për në plazhu? Këtej? Po këtej. Sa po më hahet bukë, s'kam ngrënë fare gjithë ditën se ndorova shtëpinë. Sot ndorova shtëpinë, mora... Excuse me, for the beach? Which way? Yeah, this way. Oh, thank you. Shive që sa bukur këto statujat. Që është kjo shqipon? Dua që të blej nga ato syzet që të record kur të jem në përvende kështu. Se dua që t'ju tregoj se unë shikoj shumë gjëra të bukura, por të them të drejtën nuk kam shumë nerva që t'i bëj të gjitha video. Dua që të shijoj. Jo se nuk i shijoj kur bëj video, po shikoj ca detaje që nuk do i shikoja po t'isha duke bërë video. Shive sa, ku më çoj mua kë? Kë mua më çoj në dhoma. Hey, so fitness. Okej, tani më duket se humba. Tani s'ja kam ide nga shkoj. Do gjejmë një staf. The spa Sora Bar. E gjeta, okej, jam mirë. Jam mirë, pas ato. Në që ka? Që sa bukur. Wow. Ky është ky vendi që kam ardhur. Oh, sa bukur. Që energjia bukur. I love it. My God. Sa më pëlqen kjo ngjyra që kam veshur. Edhe ju thash që jam vetëm me një kafe sot dhe ora tani duhet jetë 2 e drekës. Jam vetëm me një kafe amerikane se çova gjërat nga një shtëpi në një shtëpi tjetër. Dhash shumicën e rrobave i dhash
ja thash stafit që po rija tek shtëpia tjetër. Më duket se jam po futem gabim. Sa shumë që eca. E dëgjon? Është aty lart. Ua sa shumë video kam për të edituar, të them të drejtën. Nuk e di kur do nis që t'i editoj. Kam goxha shumë video. Okej, tani u lodha dhe shpresoj shumë që të jem në rrugën e duhur. Se të mërzitem, jam okej. Ja, po duhet të futem, po, e gjeta. Ja ku është, kjo, Sora Bar. Nuk e di futem te apo jo. Po unë do ta provoj njerë. Sa bukur. Apo kënaqem. Po futa gabim. Duhet i bija gjatë. Ja, kështu është kur me rrugën e shkurtër. Shife. Wow, frut. I gjikon ato frutat aty? Nuk e di qa fruti janë. Për ata që nuk e din, unë bëj live stream nga e Hana në të premte dhe tregtoj live në Twitch. So unë do them në Shqipëri. Kam në plan të filloj të bëj ca mukbange për qef, sepse mua dëshirash. Se mua më pëlqen shumë ushqimi. Shi sa bukur! Mua më pëlqen shumë ushqimi, edhe do filloj të bëj mukbange me ushqime shumë të mira. Qa tjetër? Dua që të blej një motor kur të vi në Shqipëri, të blej një motor, të blej edhe një helmet shumë të bukur. Tjetër. Dhe thjesht do fokusohem në trading, siç jam fokusuar. Live stream nga e Hana në të premte, do bëj ato punët e mia, do kem një rutinë shumë të bukur. Wow, sa bukur. Po më mirë ajo shoqja mua. Unë po marr shumë kohë që të shkoj aty, po marr forever dhe ndoshta është ku është kjo. Po dua t'i them që jam shumë afër dhe po bëj video për juve. Shife. Ua, sa bukur. Më pëlqen. Shi. Unë premtova që do t'ju marr me vete derisa ta takoj ata, kështu që. Ishte një rrugë gjatë. Tani. Le ta gjejmë Rachelin. Okej, këtu do ta mbaj kështu që mos të marr me video ndonjë që nuk do që të dalë. Këtu që nga shumë e madhe kjo. Që nuk e di se si do ta gjej. Do mi duhet që ta mbyll videon edhe ta gjej pa video. Që nga shumë e madhe si vend. Që i ka për momentin. I ka që ta gjej se që sa shumë shezlone që ka. Okej. Wow, shife sa bukur. Më duket se Rachel i do jetë aty. Kështu që unë shife këtej. Unë po eci në rara që nga shumë e pastër. Më duket se i gjeta, po nuk e di. Po flisnim në telefon, po merreshin vesh, po edhe s'po merreshin vesh. Ua, shife sa bukur. Do të mbaj kështu me vete që të më shikosh edhe mua. Se kam vënë re që videot me fytyrën time marrin më shumë shikueshmëri. E di që më pëlqeni. Shife sa bukur. Oh, my Rachel, ku je? E gjeta. Ajo është apo jo? Jo. Je my Rachel. Kur janë njerëzit këtu? Wow, kanë edhe një energji shumë të bukur. Duket se e gjeta. Ajo është apo jo?
E gjeta ajo ku është. Wow. What's the problem with this place? Only accept cash. Oh, we got cash. You sure? Yes. Okay, they only accept cash. Say hi to my TikTok. We made it. Okay. Wow. Wow, shive sa bukur. Ta shikoj, do provoj një çik tani se si është uji. Sa bukur jam veshur. Jam sikur jam në për ato videoklipet. Wow, në kam pak frek oqeanin. Sa bukur që është. Sa ngrohtë. Që ka shumë ngrohtë. Tani do bëj ca foto të bukura të natyrës. Shikon ato? Unë dhe Rachel morëm 2 coconuts, edhe sa bukur që është këtu. Thank you. Yep. Shifë sa bukur. Wow, që sa e bardh. Ne unë mora këta, Rachel i mori pasta bolognese, morëm këto french fries, po kjo është shumë e mirë. Unë do ta vë këtu, që ta ha. Këtu dhe më parë ti. Hey, so I want to start doing much... Where's my phone? Your phone? Is there a bathroom here? I hope so. Because I haven't seen one. Wait, let me get a big piece. So, when I go to Albania, I want to start doing mukbangs. Oh my god, you know that's my dream job. Because my stomach's so weak, so I have to start. Oh my god, this is so good. How is your pasta? You can try, it's cold. That's why I don't. It's cold? The flavor is good, but it's cold. I'll try it in a bit. Oh, look. Mine is cold too. What the hell? I think they waited for too long. I'm trying Rachel's pasta now. They're okay. The fries are pretty good. I mean, it's not fresh, but like it's pretty good. I think we're hungry. It's 3 p.m. Dhe ne nuk kemi ngrënë as edhe një gjash, ushqimi imi park këtu tani. Take a lot. No, I'm taking. I was so hungry, I was starting to get angry, guys. Can I have this? Of course. Actually, the wave is bigger than that. The wave is bigger than that. Maybe it's over there, but it's more like. It's more, yeah. Oh, yesterday I want to ask her something, but I forgot. Like, what's your take on like saving money? Sometimes I feel like, fuck it, like I spend all of it. Not spend all of it, but like we just like go out at once with the business class. But Albania is better than this. It's gonna be more shallow. It's more safe to swim. It's not gonna be like the ocean.
So look what I'm doing right now. I'm getting this. It's delicious. Me and Rachel, we're gonna swim in a little bit. Sa kam bërë një masazh 1 orë e gjysmë te ky vendi këtu që është mbyllur tani, jam kënaqur. Ishte gjëja më e mirë, isha në anë të detit edhe ishte perfekt. We're going to dinner. Nuk e kapëm dot perëndimin, po s'ka problem se un kam edhe një fundjavë tjetër këtu që do qëndroj dhe do mundohem që ta kap perëndimin. Këtu jemi në një restorant kinez dhe do ham këto tani. Unë do bëj video me kamerën tjetër, do ju tregoj të gjitha tek video tjetër në YouTube. Jam tek Starbucks dhe unë këtu vi për këto 4 muaj këtu kam ardhur çdo ditë. Edhe jo çdo ditë, po shumicën e rasteve vi në një nga këto Starbucks që janë 3 që kam afër. Dhe do më mungoj shumë kjo rutina e të marrit kafen time iced americano grande. Dhe shpresoj që një ditë të na vi Starbucks edhe aty në Tiranë, do ishte shumë bukur. Dhe jam 4 ditë larg nga ardhja aty në Shqipëri. Më ka marrë malli, po e di që në momentin që do vi aty, do e kuptoj pse ika. Por ta shikojmë, jam excited for new beginnings dhe nuk e di se çfarë do ndodhi, por gjithashtu mezi po pres që të shikoj se çfarë do ndodhi. Jep. Bali u tregua shumë e mirë me mua. Jam trajtuar shumë mirë, njerëzit shumë të mirë, të gjithë qeshin, të flasin, të ndihmojnë. Ka dhe anët e veta negative, por përgjithsisht shumë mirë. Dielli është shumë i fortë dhe ky është një nga anët negative dhe unë u bëra me shumë nga këto si nishane të vogla. Dhe është shumë nxehtë jashtë. Por që kalova 4 muaj verë dhe do vi në Shqipëri tani dhe prap do kaloj verën, kështu që se vera s'po mbaron. Hello. Can I please have an iced americano grande? Medicinal coffee or with medium? Normal, please. Yes. Do you have any takeaway, please? Takeaway, please. Yeah. Any unique price? Any. Any. Do you have something to eat, maybe? No, thank you. So, we got 51 to the group. Do you want to pay by cash or? I have cash. You have fast cash, maybe? Do I have what? Corporate cash, maybe, if you want. Because you don't have the change. Let's see, maybe I have it. Oh, I have it. With some money or change, Yeah. No, it's okay for the change. Thank you, Miss Annie. Thank you. E jam ullur këtu, do nxjerr librin tim, do gjej një prizë si fillim se telefonin e kam në vdekje. Do gjej një prizë edhe do ngarkoj telefonin dhe do lexoj. Jam duke se i gjeta tavolina time. Po dielli është shumë i fortë. Dielli është shumë i fortë. Edhe pse kanë vënë këta në për këto xhamat, kanë vënë nga këto gjërat e diellit, prap e ndjem që të shkatërron. Okej, gjeta një prizë këtu. Do la telefonin që të ngarkohet dhe do lexoj diku këtu ose ta shikoj një çik të vendin këtej. Më pëlqeu më shumë ai vendi që isha, kështu që do mundohem të gjej një prizë atje. Dua që kur të vi në Shqipëri të bëj më shumë gjëra interesante dhe të bëj më shumë vloge dhe
Po ku s'ka priz. Okej, tani më duhet të iki, ose do pres që të marr kafen, që t'ju marr me vete, edhe pastaj do iki, do lexoj librin tim. Këtu është ora gati 4 ose 5 PM, dhe kafja do jetë mëngjesi im. Yeah. Shiko, kanë ca gjëra shumë cute këta tek Starbucks këtu, dhe unë doja shumë që të merrja me vete këto. Janë në një Starbucks tjetër janë ca filxhan kafeja akoma dhe më të bukura, dhe dua shumë që t'i marr, po nuk besoj se do kem vend mjaftueshëm. Po e di qa, le mos të kem vend mjaftueshëm, do mundohen që t'i ngulç aty dhe do t'i marr, se kam shumë qef që të marr një 2 filxhan kafeje. Dhe ja kam vënë syrit ca. Edhe ka nga këto. Sa cute që janë këto gjërat, unë vdes për këto gjërat e vogla. Sa e bukur që është kjo. Po unë e kam një. Edhe nuk më duhet më shumë. Por ajo ime është një çike madhe, kështu që të them të drejtën, po sa e bukur kjo. Wow. Të shikoj më është bërë kafe apo jo? Jo, nuk më është bërë. Unë kisha një gjë këtu të zezë të këthyri që hoqa kur pash video. So isha në motor dhe këtë ratë nuk e vura helmetën në motor, edhe i dash motorit pa helmet, po kur kalon, nga që ka akoma ndërtime, edhe të bien gjëra në sy dhe në fytyrë. Më jep një ca ide, çfarë të bëj gjëra të bukura kur të vi në Shqipëri, se nuk dua që vetëm të vi, të punoj, të bëj ato live streame, të tregtoj, se it gets boring. Që çfarë mund të bëj përveç se mukbangs, se edhe mukbangs nuk i bëj dot shumë shpesh, nga që nuk dua që të marr shumë pesh. Se kur bën nga këto mukbangs, fillon të shëndosh shumë. Kam dua ca ide sa mund të bëj gjëra fun. Unë bëj sikur unë kam 48 orë në ditë available. Unë do jem duke punuar, do jem duke bërë live streame, do jem duke vajtur në palestër, do jem duke edituar të gjitha videot që kam bërë në Bali, që duhet at some point t'i filloj t'i nxjerr. Dhe të gjitha këto besoj se do më lodhin, dhe përveç këtyre unë duhet që edhe të lexoj rregullisht. Dhe leximi rregullisht do bëhet kur unë pi kafen në mëngjes, kur e pi kafen vetë në qetësi, duhet të gjej një shtëpi të bukur. Edhe kështu, kam shumë gjëra që duhet të bëj në Shqipëri, shumë gjëra prej njerëzish të riturish, të ritur. Nuk e besoj akoma që jam 27 vjeç, oh my god, jam shumë afër të 30-tave tani. Wow. Tani duhet të krijoj një familje or something. Por honestly, nuk e di, duhet të krijoj një familje në këtë ekonomi. Lufta po vazhdon. Se ka luftë akoma, e kupton? Nuk i di se ku do shkoj. Por yeah, duhet të fokusohem në gjërat që duhet të rris më shumë actually. Ka shumë ko pa folur me ju kështu kaq afër, sepse kam qenë duke jetuar jetën dhe duke shijuar ditën every day to day, dhe duke punuar, duke dalë me shoqëri, duke krijuar njëjtje të reja. Kështu që s'kam patur shumë kohë që të jem përpara kamerës. Edhe nuk kam postuar, më bë kafje gati. Edhe nuk kam postuar shumë online. Do them të drejtën, sepse jam marrë me live streamet, aty kam qenë shumë, ja edhe kafja ime. Aty kam qenë shumë e fokusuar, duke bërë thank you. Aty kam qenë shumë e fokusuar me live streamet e mia, duke bërë ato trading, edhe kam qenë shumë si quhet, kur je kështu. Që e bën çdo ditë rregullisht. Po më kujtohet ajo fjala, është një fjalë në shqip kur e bën një gjë rregullisht. Consistente. So, ato po jam clear ato. So, me live streamet kanë qenë konsistente. Rregullt. Rregullisht. Okej.
Kjo është sipi parë i kafes time dhe sipi parë e this it hits the spot. Oh my god. Shiko tani. Kot plastike, po pizza peletre. Come on. Tani, deri diku e pranojnë, po jo këtu. Këto pizzat me letër mua më shkatrojnë të më drejtën. Nuk e di. Është si për të bërë njerëzit me nervë. Anyways, do vi prap në energjinë time pozitive. Kështu që kam qenë shumë konsistente te kjo pjesa e tregtimit edhe doing live streams edhe duke rritur komunitetin tim. Por te kjo pjesa tjetër, unë jam një njeri edhe lodhesh që të editosh edhe këto gjërat e bukura, por rëndësi ka që kam marrë video mjaftueshëm. Edhe, yeah, maybe in the future, sa bukur do jetë që in the future unë të bëj një live stream 24 orë me shumë gjëra të bukura. That would be so cool. Okej, tani do shkoj te ky restoranti që gjeta këtu, nuk kam pajtur asnjëherë, kështu që do shkoj për herë të parë, edhe do t'ju marr me vete. Që ta shikojmë se çfarë restoranti do jetë. Ngriva aty brenda, po këtu është mbrojtja tani që dola. Do mundohem që të gjej edhe një prizë. Ky është restoranti që po shikoja. Kështu duken të mira. Po do t'i provoj tani, do shikoj tani çfarë mund të marr. E ka emrin. Okej. Sa ftohtë. Nuk e di nëse ecet këtej apo jo, po me logjik e kanë vënë menun aty. Oh, si ti kanë një burgers. Shifa. Po sa cute. Ky tjetër pesa gjumi. Oh my god. Oh, shifa pas ka të tjerë. Wow, kjo është shumë e bukur. Ja dhe Subway këtu ishte Starbucks. Ishte aq ftohtë aty brenda sa mua më kam nevojë për një kështu. Ja këtu. Që sa bukur duket këtu. Breakfast unë kam marrë for lunch. Hi guys. Hello. Can I sit anywhere? For one. Oh, edhe këtu që nga një çik ftohtë. Do you guys have a place where it's a little bit warm than this? Yeah. Where? Okay. Where? This way? Yes. No, I need somewhere where I can be a little bit warm. Yes. Okay. Is this available? Awesome. Thank you. Ja, unë do ulem këtu se aty brenda ngriva. Po këtu ka priza? Pas ka priza. Awesome. I'm gonna sit here. Thank you. Është sa nasty kjo gjëja këtu. Që nga shumë e pisat. Holy shit. Ja, sikur nuk po ma jep atë ndjesin që duhet të ri këtu, të them të drejtën. Se di do t'i hedh një sy. Hong Kong noodle with barbecue chicken. Wow, sa më hajt një noodle. Wagyu signature with fries. Big breakfast, main course. Dua unë që ta marrë këtë Hong Kong barbecue chicken. Kjo duket shumë e mirë. Main course tjetër, spicy noodle, pasta, çfarë është kjo këtu? Black truffle në pene, chicken. Okej, është ftohtë, po unë po ulem brenda se këto që nga një çik të pista këtu. Po të jenë të pista i di që të restoranti është i pistë.
Dal të shikoj një çik se çfarë restoranti tjetër mund të shkoj, se sikur po më mbush mendjen. Ja si duket këtu. It's cold. Jo, nuk do ri këtu. Do ikë në një vend tjetër. Do ikë tek ai restoranti që më pëlqen mua. Thank you. Bye-bye. So, e di ku do shkoj tek ai restoranti Mei, ai është shumë i mirë. Do të shkoj te Yuki. Të dy këto restorantet më pëlqejnë. Ja, do shikoj një çik tani në Google Maps që kam më afër e do t'ju marr me vete. E mora chargerin? E mora. E di që është një gjë interesante që mua restoranti më humb direkt në momentin kur kamarieri ka një energji që po punon jo nga halli, se nuk gjithë punojmë se duam lek, po e kanë të punën si me kështu, si me në here's the menu, you want to move on, si me sigur ja u ke për borxh. Në atë moment mua më humb, më ikën fare dëshira dhe shikoj të gjitha gjërat negative të restorantit. Ndërsa kur energjia është e mirë, I actually see only the good stuff. Ky është motori im me qëra fjala. Kam kjo është NMAX. Më pëlqen, po kur ndërryshova shtëpinë dhe vajta nga një shtëpi që isha tek sa i bukur duket qelli, po sa nasty janë. Anyways, kur ndryshova shtëpinë që vajta nga shtëpia që isha tek ky hoteli që jam tani, e lash natën tek ai vendi ku po qëndroja dhe të nesërmen e gjeta këtë frenin e prishur, që është very dangerous, por unë po eci shumë ngadal. Kam edhe një helmet, e kam këtu brenda, por nuk do ta vë tani se do shkoj diku që të jem shumë afër. Edhe, do iki tani edhe të shifemi te restoranti. Sa herë thash edhe, oh my god. So ky është restoranti që mua më pëlqen shumë. Thank you so much. Is it possible for a table where I can have some light because I want to record? Oh, you want to at the back? Yeah, can I check it? Yeah, please. Wherever. Yeah, at the high top table. At the high table? Yeah. Oh. It's okay. I'll sit over there. It's gonna be more comfortable. Yeah, you can go everywhere if you like to take any picture, everything. Awesome. Thank you. Where did you suggest me to sit? Here? Yeah. Oh, okay. Awesome. Thank you. Thank you. Okay. So ula këtu. Dhe kjo do më ndihmon që ta mbaj videon. So now we'll just start with any water, still sparkling. Still, please. The small one? Or you Yes, like the big please. one? The small one is Would you fine. like come with ice? No, thank you. Thank you. Tani erdha dhe do shikoj, e di se çfarë do marr në menu, do jep chicken for sure. Duhet të shikoj një çik tani se si duket drita, se nuk ka shumë dritë këtu nga që është kështu si restorant, kështu just në high class. Edhe e bëjnë dark që të duket kind of luxurious and shit. Thank you. I already know what I'm gonna get. Sorry? I already know what I'm gonna get. You already Yeah. know, yeah. Yeah. And then this one, called a la carte. Awesome. Always lecture, cocktail, and remedies. It's great. Awesome. Thank you. You do have the allergy? No allergies. No allergies. Thank you. Edhe kështu, do shikoj një çik tani se si duket drita tek fytyra ime edhe do jem prap me ty. Okej, drita duket shumë mirë për momentin. Unë e di se çfarë do marr. Do marr ato chicken for sure me rice. Thank you. Can I order? Yes. What do you want? You guys have that chicken? Yeah. What Can the I? chicken? Yes. Can I have the chicken? The chicken, the waiting, the 25 minutes, is okay? Yes, it's okay. Okay for you? Yeah. Yes. Chicken, and can I have a bowl of rice? Full of rice, yeah. And
What do you suggest me to get as a starter? Start for starter? Yeah. Cocktail? Or snack? Which one do you suggest me to get? One big one presentation. The crab or The crab. The crab, the friedy, the sim, the dessert. is it like that? Is it like real crab or is the one that is processed like this? No, no really crab like the split crab, so you can take just the meat. With, Oh, pan, oh. Yeah. And we could mix the apple sauce, apple sauce, and we mix the bread, the small bread with the brioche. Brioche and put on the top of the bread. But this is more basic. Is it possible to get the broccoli and cauliflower but to remove the pork? Sure. Yes? I have Okay. the mushroom sauce. You change that the vegetable. Oh yes, Yes. perfect. So no pork. No pork. Yeah. Just the vegetable, broccoli, cauliflower, and some sauce. That's it. Awesome. Thank you. Okay, one broccoli, the chicken, and rice. Yes, please. Thank you so much. Thank you. E mora edhe këta. Ula do 25 minuta që të bëhet. Kështu që un kam kohë, por çfarë do të thotë kjo që do 25 minuta të bëhet? Do të thotë që dita do iki akoma dhe më shumë se është perëndim, është gati ora 5:30 ose diku tek 6. Kështu që dielli do perëndoj për një gjysmë ore, që do me thënë do bëhet shumë dark këtu. Kështu që unë do mundohem të bëj më të mirën time të mundur, do jem nuk kam çfarë të bëj, s'kam çfarë të bëj dritës, por duhet ta kisha menduar që do bëja video dhe duhet shkoja në një vend pak me më shumë dritë, po honestly dua që ta ha një gjë të mirë sesa për të bërë thjesht një video të mirë. Kështu që mora lule lakër me brokoli dhe me një salcë me përpudha dhe mora pul edhe rice. Këto mendoj se mjaftojnë, janë goxha shumë. Unë jam ushqyer shumë shëndetshëm këtu në të gjitha restorantet që kam mbajtur, kam marrë vetëm gjëra të shëndetshme. Dhe këtu, se po më lëshon goja lang se jam duke parë shefin duke I gatuar. Shiko. So, këtu është kuzhina dhe këtu e shikon shefin duke gatuar. Aty është pula, kjo këtu dhe këtu është furri, so I kanë gjërat shumë të mira këtu. Të restorantin ma tregoj një shoqja ime, ajo është nga Kina dhe ajo ishte amazing për të gjetur restorante të mira, për të gjetur ushqimet e mira në një restorant, ishte pa parë. Thank you. Enjoy for waiting the chicken. Oh, thank you so much. Shiko, më sollën patatina që unë të pres për që të bëhet pula. Dhe ta them të drejtën, më sollën nga që po e shikojnë që unë po marr kështu me telefon, sepse më përpara nuk na I kanë sjell, po na kanë sjell starters në fillim. Është shumë bukur të shkosh në një vend tjetër edhe të flasësh një gjuhë që ata nuk e kanë idenë se çfarë ti po thua. Është goxha interesante se të shikojnë kështu dhe janë çfarë po flet ajo. Është një lloj si I shikoj unë këta kur flasin me njëri tjetrin dhe nuk marr vesh as edhe një gjë. Për këtë fakt që ti shqip më pëlqen shumë. Tani do ta mbyll videon edhe do pres që të më vi një nga ato ushqimet që të vazhdoj edhe të bëj video. Këta shkretët janë duke më parë mua. Edhe janë çfarë po thotë kjo. Që këto chipsa të mira që duken. Shumë të mira. Sot fix po ju marr në një ditë me mua, po unë çojmë në mëngjes. Mëngjesi im është shumë I vonë, ndaqë punoj me orare shumë të vona, ndaqë këtu jemi një cik më përpara ne, kështu që unë mëngjesi im është shumë vonë. Mëngjesi im fillon në orën 2 të drekës, edhe unë çohem shkoj në palestër ndonjëherë nuk shkoj. Këto kohë dhe fundet e kam varur fare palestrës.
Dhe pastaj shkoj në Starbucks. Edhe marr kafen time që e pe sot. Lexoj aty ndonjë libër, sot nuk lexova, sot e mora për qefin tim, e mora që të thjeshtëria, I was brainstorming një çik për disa ide që kam që dua të bëj kur të vi aty në Shqipëri. Dhe pas asaj shkoj në një restorant të mirë, zakonisht ky ose Yuki, ky këtu e ka emrin Mei më duket, po Mei e ka. Edhe pastaj shkoj në një restorant, në restorante të tjera që e di që janë të mira. I will leave the compensation here. This is for you the clean. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you. Këtu të sjellin këtë towel që ti e merr këtu edhe e fut në ujë edhe shiko se si e bëhet tani. Edhe kjo është që ti të fshish duart. Unë këta duhet ta kisha përdorur para se të më vinin këto chips, po s'ka problem. Sa herë mirë që vjen. Dhe çfarë po thoja? Po shkoj pas kafes, lexoj, shkoj në një restorant të mirë, zakonisht me shoqëri, po është kjo periudha që mua mikën të gjitha shoqet dhe ato ikën sa në Kinë, sa në Singapur, sa në Amerikë, so mu shpërndan e gjithë shoqëria që zura këtu. Dhe këtë ka një të mirë, po edhe një të keqe, se mund t'i shikosh nga të dyja anët. Është e mirë se ti njeh njerëz të rinj constantly këtu, por është e keqe nga një anë me një anë negative sepse nuk krijon dot një. Okej, so kjo është pula që mora, ua do ha një pulë të gjithë, nuk e di se si do ta bëj. Këto janë perimet që mora dhe ky është the rice. Tani jam gonna dig in. So djeva pak punën sepse harrova që të fshija ca gjëra nga telefoni. Dhe tani nuk kam shumë vend, nuk kam shumë space që të rekordoj video. Po gjithsesi e di çfarë foto janë përpara që mund ndërprej video se ta shumë gjëra, por s'kisha space edhe mund ndërprej. Tani të provoj një çik, kjo është the chicken, po kjo salsa që është kjo chicken është amazing. Oh my god. Ky rice. Oh, this is so good. Edhe këto janë vegetables. It's very, very good. Oh my god. Dhe po thoja më përpara që kur të vinë në Shqipëri dua që të bëj mukbang, po jo vetëm mukbang me ushqime, dua që të bëj, ti selektoj shumë mirë vendet që të bëj mukbang dhe dua që të bëj nga ato. Dhe kur them selektim shumë të mirë, dua që lënda e parë që këto restorantet përdorin të jetë e mirë, mos të përdorin margarinë për shembull. Dhe dua që të bëj një research shumë të mirë para se të marketoj çdo ushqim, se dua që mukbanget e mia të janë me ushqime healthy. Dhe gjithashtu dua edhe të kem një shëndet të mirë, nuk dua që thjesht të bëj mukbange edhe të marr views me ushqime që nuk të bëjnë mirë. Për mua shëndeti është shumë i rëndësishëm. Edhe unë prandaj shkoj në për vende që janë pak të shtrenjta, më të shtrenjta se gjërat vendet normale, po po honestly, më mirë në një vend të shtrenjtë se sa ta paguash doktorin më vonë. Oh my god. So unë nuk kam shumë space në telefon, se harrova të isha ca gjëra, kështu që do mundohem që të marr video shpejt e shpejt.
Unë do vazhdoj të ha këta, edhe do të marrë më vonë kur të mbaroj. Kjo është damage shumë e mbarova të gjithë pulën, orizin edhe vegetables. Më sollën një nga ky tjetër, një nga ky puri me këtë që të fshituar pasi të mbaroja. Ushqimi ishte shumë i mirë, gjithmonë është shumë i mirë te ky restoranti, më pëlqen shumë. Tani do pres një çik që të më vej ky ushqimi në aty ku duhet. Dhe do marr motorin dhe do shkoj tek ai vendi me jogurt të mirë. Thank you. Everything was very good. Look, I finished everything. Thank you so much. Thank you guys. Thank you guys. Amazing job to the chef and you guys for amazing service. Thank you. Would you like to see the dessert menu? I have to meet with friends for the dessert. Okay, no worries. Thank you. Okay, no worries, madam. If you need to order something, just let me know. I will. Thank you so much. Thank you. Tani do paguaj, do shkoj një çik në banjo, sepse e ndjej që më kanë ngjecur një dy nga ato chili flakes në tham. Sa hëngra. Nuk e di se si do ta gjej vendin për të ngrënë atë frozen yogurt, por do ta gjej. Tani nuk rekordoj dot shumë sepse nuk marr dot shumë video se s'kam shumë vende, e thash edhe më përpara, e thash një 3 herë tani. Kështu që do iki për pak. Jam në banjo tani, është sa bukur. Kanë vjesur qerin e këto vazët dhe duket so cute. Shi, ju mora edhe në banjo me vete. Unë ju marrë ku do jove me vete. Do të është i Eni, që do të është në banjo. Jo! Ska marruar fillin dentar. Oh no! Doja fillin dentar që të... Okej, tani do laj një çik duart. Unë pagova gjithsej tek ky restoranti 600.000, sa shumë që duket, 600.000 rubia, që i bie në lek shqiptar. And blush. Që i bie në lek shqiptar gati 30.000 lek. Sa herë mirë që t'jem këtu. E di që do më bëj shumë nga Bali, ajo era, se këta ndezin gjithmonë sente. Keni parasysh, nuk e di se si quhet, të them të drejtën, as në anglisht nuk e di. As në shqip, po janë ato që bëjnë njerëzit yoga, që janë kështu të drejta, edhe që digjen avash. Sent? Nuk e di. Dhe në Bali, sa në moment që ti land në Bali, vjen direkt ajo era e këtyre dhe shumë e bukur. Dhe më pëlqen shumë. Kjo do më mungoj shumë nga Bali, era që është këtu. Edhe këta luten, kanë ca rituale të tyre, që luten gjithmonë, kanë ca shporta të bukura dhe vendosin aty për shpirtrat që pa mendojnë që ekzistojnë këtu, vendosin ushqime, vendosin kukis të vogla, vendosin cigare, një cigare. Sepse shpirtrat e këtyre, nuk e di mund të flas kot, se ma kanë shpjeguar 2-3 herë, po them të drejtën se kam mbajtur shumë mirë mend. Po duhet që të pranojnë shpirtra, stuff like that. Të them të drejtën, nëse kjo është e vërtetë, se njerëzit tonë që po erdhën në Bali dhe bëre edhe pate Bali Belly, i bie që ty the island nuk të ka... Hello! I bie që ty island nuk të ka pranuar si një njeri, dhe ti sëmuresh edhe nuk je njeri i duhur për të ardhur këtu. Unë nuk jam sëmurur asnjëherë këtu, e vetëm një kohë që unë sëmura. I'm vlogging.
I'm vlogging. So, e vetë një herë që unë jam sëmurur ishte sepse isha me kokë të lakur edhe u ftova, me që e kisha bërë shumë ftohtë dhomën. Kështu që mua bali, nga që jam shpirt njeriu, mua bali më pranoi. Bye. Okay, so now I'm going. Okay, nga që unë tani e di rrugën se jam bërë gati këtu vendase dhe nuk të përdor Google Maps, po shpresoj që jam duke bërë video. Okay, tani do ikim me Tani do iki tek ai frozen yogurt. Kisha dëshirë që të marrinte telefon. So, erdha. Do rregulloj çik flokët tani, sepse këtë ka një gjë të keqe motori edhe helmeta që të shkatrojnë një çik flokët. Po nuk ka problem, do të tregoj tani se sa bukur që është. Kam marrë edhe një video tjetër me kamerën tjetër që do postohet kjo video në YouTube. Dhe edhe aty mora një frozen yogurt me një shoqen time. Kështu duket. Kjo është vendi. Tani unë do pres që të më vinë ato shoqet. Hello. Hi, good evening. So, zakonisht këtu ka një radhë shumë të madhe që pritet dhe futesh këtu. Po unë do shikoj një çik ku janë ato shoqet e mia ose ajo shoqja ime që po vjen. Shisa i bukur duket qielli. Duket purple. Gjithmonë në perëndim qielli duket lejla këtu. Dhe është një gjë shumë e bukur. Wow. Ja, këtu do merret jogurti, pastaj kalon aty që të marrësh ato topping që do. Unë do marr sa shumë protein që ka. 100 gram pistachio ka 10 gram protein. Nuk e din nëse e lexon dot. No, you're welcome. Oh, it's not working? It's working. Can you Let's go all the way down. Okay, so në fillim merr këta këtu. Kjo është një ide biznesi shumë e bukur, mua më pëlqen shumë. I'll wait for them to finish and then I go. Okay. Have you been here? 4 times, no, 3 times. Yeah, I love this place. So now I'm vlogging for my TikTok. I vlogged before for my YouTube. I'm sorry? Influencer. No, I just do this for fun. Oh, I see. Yeah, not an influencer. Okay. Thank you. It's for my memory. So when I'm 8 years old, I can go and see, oh, I was in Bali at Mio. That's a smart plan. Yeah. Thank you. So, mua më pëlqen shumë kjo që është original. Oh, you're the best. So I'm giving you Pomar original. Which one is it? The original? Yep. Just go ahead. Here you go. That's perfect. And Pomar mango. Mango, Mango okay. is just gram protein. So I love mango, by the way. Okay. It's a very good one. And I'm gonna get the barrel and the pistachio. Okay. What flavors are there? Oh, hey, thank you so Hope you much. enjoy it. Thank you. You're the best. So now tani do shkoj tek këto toppings. Dhe toppings që më pëlqejnë mua më shumë janë frutat. Frutat dhe kryesisht është pineapple-a. Tani që thash atë fjalën kryesisht më ndje vetja shumë interesante. Tani do marr, ta mbaj shumë më mirë që të shikosh edhe fytyrën time. Do marr këto strawberries. Ka pëlqejnë shumë strawberries. Kjo më pëlqen shumë. Kjo më pëlqen shumë fare, është ai fruti im i preferuar. So frozen yogurti im është gjithmonë shumë healthy. Nga këto protein cheese cake bites nuk do marr. Të marr një çik passion fruit. Jo, nuk dua nga kjo. Këto mini mochi. Unë des për mochi. You guys
ju e dini, edhe roasted milk tea moche kjo, oh my god, kjo është gjëja ime e preferuar. Marr 2 nga këto gjithmonë. Tjetër, më pëlqen shumë chopped almonds. Jo, do marr më mirë cashews. I love cashews. Tani, çfarë do marrim tjetër? Edhe ajo fudge brownie bites, nuk e di shumë dot kjo këtu. Edhe kjo është shumë e mirë. So do marr 2 nga këto, një edhe hello, I'm back again. Ta janë mësuar me mua tani. Ta janë erdhi prap kjo. So kjo është çokolata që mua më pëlqen. Kjo edhe ngrin edhe bëhet shumë e mirë, ua po më shon goja lang. Shih sa të mirë që e bëra. Wow. E vera delicious. Të marr edhe një chocolate chip cookie, po marr edhe një chocolate chip cookie. Jo, mora brownies actually. Të marr edhe ndonjë gjë tjetër? Okej. Okej, e mora gjërat. It works both. Thank you. Thank you so much. So, e mora këta. Tani do marrë edhe një luk. Boom. Një shoqja ime ka ardhur edhe më mori në telefon, kështu që duhet që ta shikoj një çik sa kjo është. Mos është kjo këtu? Jo, nuk është kjo. Tani duhet i që ti flas një çik sa i shoqes time që po më merr në telefon. Këtu ula, shi sa bukur e kanë bërë që ulen kështu njerëzit, so cute, edhe ti shikon njerëzit kur vinë edhe porosisin, edhe është si një show. Sa më bëhet qefi që kjo shoqja ime është me vonesë, se kam mundësi tani që të ri një çik këtu me juve. So, ky është frozen yogurt që unë mora. Do të provojmë këta me mango edhe original. Sa e mirë. Nuk ka lidhje me frozen yogurt në Shqipëri. Tani mora, dëshirozova të gjithën. Mora një me çokoladë me këtë frutin tim të preferuar, me original dhe pistachio yogurt. Sa e mirë. Nuk di ku ta va telefonin që ta haj dhe të më shikosh. Ta va kështu? Okej, besoj se tani duket. Do hapër qefin tim derisa të më vina të shoqet. So, kjo është ajo the tea mochi. Oh my god, e disa. Është mirë kjo fëmija. Sa e mirë. Muzika këtu is hitting the spot. E kanë bërë shumë bukur. Shi edhe këtu jashtë ulen njerëzit, por tani nga që është një çik herët edhe nuk është mbushur mjaftueshëm. E di, thonë që everything works out dhe honestly, unë doja një çik kohë vetëm dhe it worked out. Sa
sa po vërtasun këtu. Po muzika është shumë e lartë, kështu që më duhet të flas një çik me sa të lartë që të ma kapi telefonin. E kisha shumë mirë, kisha ngecur shumë mirë telefonin, por nuk e di se çfarë i bëra edhe tani s'po e ngec dot më. Një sekond. E di çfarë i bëra, doja të shikoja se si dukesha. Okej, shpresoj që tani të jetë mirë. Po mbledh një çik flokët kështu. So më tha ju shoqja mua, unë jam 10 minuta me vonesë. E thash, nuk ka gjë, thash, merr kohën që ke nevojë se unë jam duke bërë vlog. Dhe ajo më tha mua, po unë nuk duke mirë për vlog. Dhe unë doja t'i thoja, it's okay, sepse nuk kam në mendje që të bëj vlog kur të vish këtu. Dhe prandaj ta thash, po unë nuk ndaj ta t'ja shpjegoja dhe i thash, ka problem se kur të vish ti do ke mbaruar vlogin unë. Oh my god. Sa më pëlqen të haj dhe të shikoj njerëz në atë habitatin e tyre. Kjo me mango është shumë e mirë. So, edhe pse kjo është jogurt, kjo ka diçka në përbërje me qumësh, sepse unë jam lactose intolerant dhe unë sa herë që ha këtu, mua më shkatroi stomaku, edhe zorrët. Kështu që do t'u arsiojeni, po pse vazhdon të hash? Po se unë nuk më pëlqen të identifikohem si një lactose intolerant person. Sa të bukur janë njerëzit që vinë te ky vendi, janë goxha të bukur. Mua më pëlqejnë shumë njerëzit e bukur. Me ananas, sa më pëlqen ananasi. Ua, kam ullur një çift këtu, ai ja ka futur dorën në ma hapën barkë. Se nuk është as normale për ta thënë, po vërtet i futi dorën në streqe këtu në sy tim. Holy shit. Tani ti mund të bësh disa gjëra, po jo ti futur tjetër dorën në streqe. Mu hap një çik barku. E di çfarë duhet të bëj, unë duhet të bëj live streame që t'ju marr me vete, që ta shikoni të gjithë pjesën, se unë sa herë që filloj të bëj video, ndodhin some random shit. Edhe kur nuk bëj video, mua më ndjekin këto gjëra kështu të tilla.
Laki do pres këtë shoqen time, do marr rehat në qefin tim, edhe do bëj people watching në qetësi. Do t'ju marr edhe juve me vete. Shiko, do t'ju bëj dhe juve ca people watching. Ku janë njerëzit që paguajnë. Ja, kjo është ai çifti që I futi dorën në streshe. I swear to God. Ja, do ta shoh prap. Shikoj, taktu. E pe? Ata ishin. Dhe këtu njerëzit po hanë, unë jam ullur këto. Njerëzit u vishën shumë bukur, sepse of course janë në holidays. Ja, prap çokoladën kjo. Dhe ta këtu do paguajnë. But because I offer. Real deal. Moj kjo nuk ka shanse, këtu duhet të ketë shumë. Ja, këtu është motori im. Kjo këtu me këtë të verdhën. E kanë bërë goxha bukur, bravo. Do t'ju marrë me vete te kjo shtëpia që ka marrë në Bali. Do t'ju tregoj nesër në mëngjes se si është gjatë ditës, është shumë bukur. So kjo është shtëpia. Futesh këtu. Është një çik rëmuj sepse për 2 ditë të rresht nga që kam punuar shumë natën vonë dhe kam fjetur gjatë ditës, kështu që këto cleaning ladies nuk kanë patur mundësi që të vinë. S'kanë patur mundësi që të vinë edhe të pastrojnë edhe të rregullojnë për 2 ditë të rresht, kështu që shtëpia është një çik rëmuj. Ky është dushi, është një çik në natyrë, këtu jashtë është kështu ka si gropa. Këtu lahem unë. Këtu mund të shikosh jashtë tek ajo buri që dola. Tani I futemi këtej. Pse se la kjo dera? Është e mbyllur. U prit të fik dritën. Ja, këto 2 ditë edhe këto lulet nuk janë ndëruar, se këto lulet ndërohen çdo 3 ditë, diçka e tillë. Kuzhina, frigoriferi, që literally nuk ka asnjë gjë se unë ha për jashtë. Një televizor që nuk është hapur asnjëherë, se unë nuk shikoj televizor. Valixha ime që po bëhem gati për të ikur. Duhet të çoj ato rrobat, kam këto dyqeskat janë me rroba të palara që duhet të çoj që të lahen. Kjo është doma ku kjo është zyra ime, kjo është doma që unë fle. Është një karrige aty që përdorer për të hedhur rrobat. Doma tani është shumë rëmuj, nuk është kaq rëmuj zakonisht sepse vinë ato gocat edhe e pastrojnë rregullisht. Por do ta tregoj nesër kur të jetë akoma dhe më e rregullt. Kjo këtu është me ca gjërat e mia të vogla. Kjo është pasqyrë. Dhe këtu është my office. Kam një laptop tjetër aty. Aty shikoj filma. Te ky laptopi editoj dhe bëj gjëra, te ky laptopi punoj. So I got a bunch of shit. Dhe vetëm duhet të filloj të bëhem gati tani. Të bëhem gati për punën dhe për live streaming që e kam shumë shpejt. Kjo është kamera që unë bëj live streaming me. A bunch of shit, notebooks të mia. Çisa cute më kam bërë këto. Welcome Miss Enria Hoxha. Hajde. Këto dritat ndizen. Prit. Pas kam shumë drita. Të harroj ta ndez gjithmonë në live stream, se jep një dritë shumë të bukur. Ajo nuk më duhet. Duhet ta rregulloj një çik. Ja, do t'ju marr me vete tani, dhe rregulloj këtë me juve. Unë kam 12 account-e. 12 account-e në funded accounts dhe nga këto 12, një prej këtyre e kam kaluar dhe do ta kthej në PA. Sa do me thënë, çfarë do të thota kthesh në PA është që tani me këto lekët që do bëj mund të tërheq. Këto gocat e shkreta janë munduar gjithmonë, vinë dhe janë të pastrojnë. Po unë nga që punoj shumë vonë, jo me oraret e Azis, edhe nuk kam mundur fila, se doja të flija. E kisha lënë kondicionerin ndezur dhe këtu brenda është bërë shumë ftohtë. Ju pëlqejnë këto video që ju marr kështu me vete? Doni t'ju filloj dhe t'ju marr akoma dhe më shumë me jetën time?
e përditshme, se unë bëj goxha gjëra gjatë ditës, por ndonjëherë, të them të vërtetën, ndonjëherë, nga që merrem jam constantly duke bërë gjëra, edhe harroj të bëj ndonjëherë video. Jo vetëm harroj, po ndonjëherë them, nuk e di, janë njerëzit vërtet të interesuar të shikojnë jetën time? Këtër mos më pëlqen shumë, se më mban ujin e ftohtë. Po fus dy të tjera në frigorifër. Pëlqen edhe kurinë e qelq edhe kur i kshu në për metala. Nuk e di pse ndoshta e kam në mendje. Po më thoni nëse doni që t'ju marr më shumë me vete gjatë jetës time. Dhe në vende që shkoj unë, ose edhe në jetën tjetër normale. Kam ndaluar se përdorurit pipsën. Jo nga ato rrudhat që thon rrudhat e smoking lines, jo nga ajo, po nga që është shumë e lodhshme ta marrësh atë pipsën kudo. So, këtu jam unë, ky është streami im. Për momentin jemi këtu, këtë kam 224 e kam kaluar dhe do ta kthej në PA, po kur të shkoj në Shqipëri se këtu interneti nuk e kam 100% dhe kam patur ca probleme me connections, me Rhythmic dhe me Quantower, me atë që tregtoi. Jam me këtë që do hap tani. Dhe 11 accountet të tjera jam shumë afër që të kaloj këtë. So të gjitha accountet janë pozitive. Të marr 3 accountet të tjera tani sepse qëllimi im është që të bëj 20 accounte PA. Dhe kur të bëj 20 PA, pastaj do jetë një goal tjetër. Dhe nuk mbarojnë goals. E gjithmonë një gjë që do pasi arrin një gjë. Por për mendimin tim kam vënë re që është shumë e rëndësishme që të vesh goals të vogla. Për shembull, my first goal ishte të kaloja 1. E kalova 1. Tani goali tjetër kam të kem 10 PA, se kam vetëm 1 tani për momentin. Kur të kem 10 PA do dua 20 PA. Kur të kem 20 PA do them dua të marr payoutin tim të parë nga të 20 accountet. So, yeah. Kështu është. Edhe platforma u hap. E përdor për momentin jam duke përdorur këtë ekranin ekstra, por është shumë i mirë, por të them të drejtën, kur të shkoj në Shqipëri dua që të marr një nga ai ekrani që është i madh dhe është kështu si rreth, ke parasysh, se më duhet më shumë ekrane, nga që 2 nuk janë mjaftueshëm me gjitha gjërat që unë bëj. Okej, tani duhet të iki, të fokusohem, ju mora edhe rreth shtëpisë. Sa bukur duket edhe tani. Do t'i them që t'i heqin këto bima se po më shkatrojnë, që sa keq që duken. Edhe kanë vdekur. Okej. Më thoni në për komente nëse i pëlqeni këto video që ju marr me vete, se duhet të kuptoj edhe unë se çfarë keni qef ju të shikoni. Gjithashtu, në YouTube-in tim unë postoj çdo ditë live streamet që unë bëj në Twitch, dhe në qoftë se doni të më shikoni live, unë tregtoj live nga ora 10 deri 11 me orën amerikane, Eastern Time, që i bie me orën shqiptare, i bie për një sekond. I bie 4 me 5 të drekës. So, unë tregtoj çdo ditë me orën shqiptare 4 me 5. Excuse me, të mbasdites 4-5 të drekës. Dhe nga e hana në të prente, ndonjëherë për shembull këtë të han nuk do të tregtoj dot sepse do jem në flight, do vi në Shqipëri. Dhe të premte me shumë mundësi nuk do tregtoj dot sepse duhet ta laj një ditë që unë të dal me shoqërinë, pasi po i takoj ato para live streamit, po treqi të haj dhe unë një jam një natë në darkë do dal dhe unë.
Me shumë mundësi të premte nuk do bëj live stream dhe me shumë mundësi të hënën nuk do bëj dot live stream sepse do jem në udhëtim, do jem duke ardhur për Shqipëri. Shifemi më vonë. Shive këtu kam nga këto. S'kam bërë asnjëherë video se si duket shtëpia ime. E kam bërë natën. Në mos gaboj. Po që kështu është ditën. Është kjo piscina këtu që unë nuk jam futur asnjëherë dhe nuk kam në mendje të futem për të drejtën. Sa është shumë e ngrohtë. Dhe nuk më pëlqejnë piscinat e ngrohta. Dhe kalojmë këtu. Dhe këtu janë këta peshqit. Sa cute që janë. Po marrin... Qa po bëjnë këta? Wow. Si kisha parë në njërë të mbledhur këtu të gjithë. Qiko po më ndjekin mua. Qiko e ndjejnë energjinë e mirë. Që si jenë, wow, sa të paparë, shipe. Po i ka nga që patën. Po jo po vinë. Që po kur them unë, mos duan të hanë këta. Wow. Që si më ndjekin. Së të gatë, është nga energjia ime. Nga që unë kam një energji shumë të mirë. Tani po hapë të portën këtu. Kam ngarkutin në dorë se harova ta ngarkoja telefonin në darkë. Edhe sa bëra një duj, dola kështu me kokë të lagur, se ato gocat që më pastrojnë shtëpinë. Nuk është morning fare, është ora 2 ose 3 PM. Edhe ato gocat që më pastrojnë mua shtëpinë ishin, okay, ta pastrojnë sot. Kështu që mu desh të dilja. Edhe pse unë këtu nuk e kam kur shkruaj kur e laj vet flokun, nuk para e thaj, sepse është shumë bap jashtë, kështu që thjesht e laj që të bëj punën e vet. Tani, oh my god, do t'ju marr me vete, po rekorda po ma kjo. E kam bërë me wide angle, dëshirash. Do t'ju marr me vete. Okej, mu ndaluaj njërë video, sot që kam bërë re është që po më ndalojnë videot dhe po humbas goxha footage. Nga që vura krem edhe tani po më rëshkasin shapkat nga këmbët. Nuk do harroj, duhet të çoj rrobat që të më lahen. Ja, tani unë për 2 minuta do më thajnë flokët, vetëm me këtë raj që do bëj. Dhe qa do thoja? E po, je ju qova tek Starbucks-i imi preferuar, po tani do t'ju qoj tek ai tjetri që mua më pëlqen akoma edhe më shumë. Do t'ju qoj tek ai që mua më pëlqen akoma edhe më shumë. So, yeah. Ma doli një qanë për para. Shkoj në drejtimin e dur, po. Now I lost the charisma, baby. Dan and Escobar. I just wanna be right where you are. Tani po shkojmë në Çangu. Unë jetoja më përpara në Çangu. Çangu është si bloku i Tiranës, ku shumica e turistave dhe shumica e njerëzve me lek janë. Dhe rinia është. Pas po unë lëviza nga Çangu për këtë javën e fundit se nuk ja vlente më, vajta tek ajo shtëpia që më pëlqen akoma më shumë. Dhe në Çangu është Starbucks-i im tjetër, ai i preferuar që mua më pëlqen
më shumë se ai që ju çova atje, edhe aty ka një energji më të mirë edhe kafja më pëlqen akoma dhe më shumë. Sa pis. Van ve. E kuptoj unë, po s'di qa të them ty, se unë të rrugën këti nuk e di. Ishte polici që e kishte bllokuar një rrugë, se ishte shumë busy, po unë tani do t'i bie një çik gjatë për të vajtur. Ta turistat me motora nuk janë normal. Bëjnë kështu, bëjnë filma në për rrugë. Futem dot aty? Jo, nuk futem dot aty. Po, nuk të futem këtej. Sa dielli forqa është. Ja, turistat janë ata që e prishin punën. Po të shikosh këta locals, këta japin shpejt motorit, po din edhe ku të ndalojnë, ndërsa këta janë pa, duke bërë kështu filma. Duken shumë keq. Dje live streaming më vajti shumë mirë, për $1,600 throughout my... e di ku dola këtu. Për $1,600 throughout my funded accounts. Now I lost the charisma, I just wanna be right where you are. Policat këtu kanë ndaluar një nga ato rrugat andej. Kanë ndaluar një nga ato rrugat andej, vetëm që të bëhet kjo rruga tjetër akoma edhe më shumë busy. Okej, flokët e mia janë duke u tharë. Tani këtu një gjë kam bërë re unë, kur je shqiptare dhe di si t'i japësh makinës, tu mund të ecësh shumë mirë. Ua, sa pisi që shiko, do të tregoj tani. Edhe këtej. Shumë busy, po unë tani duhet të fokusohem se këtu është luftë për mbijetesë edhe kur shikën i pari ja del, kështu që është si një nga ato rrotullimet në Shqipëri me makina. Wow, bëra ujë me djerës. Mu desh mua që erdha për këtë Starbucks. Sa më goditi njëra 2 herë. Tani këtyre që të godasin në orijat largë, se këta obviously nuk din si t'i japin mirë.
A qa bape? Dua që të marrë shumë e vete dhe të tregoj këtej, po nuk tregoj dot se që ajo shumë goditja dhe ka rënë dhe është prarë. Kam njërën që porin telefon, heco gru. Ja, kjo këtu, shive. Kjo këtu duke në telefon. Ua qa bape? Kjo nuk ju marrë dot prap se jam në rrugë dhe sa të ish telefonin dhe ta vë, duhet të fokusohe. Kam nevoj për një vend shumë të ftohtë tani që të futem se është, oh my god, është shumë. A shit show, oh my god. Duhet ta kisha kthyer kamerën nga e kundërta që të shikoje se çfarë po përjetoja. Wow. Oh my god. Tani jam shumë afër Starbucksit, tani iku ajo rruga. Unë duhet kisha bler një ajo kamera 360 që do ishte shumë ide e mirë. Yes. It feels like a reward pas ati trafiku dhe pas ati dielli në trafik. It feels like, oh my god. Jam shumë afër Starbucksit, tani për 2 minuta shkoj. I just wanna be right where you are. Jam fiksuar kish ma të këngën që po këndoj, do ta vë në background. Oh my god, Erla. Jo, si e qa kënga. Këta këtu më njohin mua, se unë vi gjithmonë. Kjo është Starbucksi që më pëlqen mua. Të marrë një çingarkusin, që kam këtu. Shiko po eci këtej. Kjo është një si tempull që sa e bukur që është. Këtë e kam postuar shumë herë në Instagram. Dhe kjo është Starbucksi që mua më pëlqen. Oh my god. Jam duke ngrënë flokët e mia. Po, ja këto, ato që të thash dje që doja ca filxhan të bukur, ja këto janë.
Këto janë që i dua shumë, edhe do t'i marr. Më pëlqejnë edhe këto. Oh, sa më pëlqejnë këto. Shife kjo purple. Lotus Pond. Këto janë uluato. Unë vajta në uluato. Dhe që sa cute. Hi guys. How are you? Can I have a iced Americano grande, please? No, thank you. Thank you. I don't need the receipt. Thank you. Ani unë do ullëm këto. Sa cute është kjo. Edhe këte ulla njerëzit. Zakonisht kur vjen fillim ky ishte vendi im, po pastaj po binte dielli, kështu që vazhdova dhe vendi im është ai jashtë. Po që është shumë bukur. Tani duhet të gjej një prizë që të ngarkoj telefon e gjeta. Flokët i kam diku tek 80% të fara. Po nuk të rri shumë këtu brenda, sepse është shumë ftohtë dhe më ftohen. Okej, mua më thirr emri. Thank you. Mua më thirr emri, që shumë po marr kafen time. Tani the first sip është gjithmonë ajo. Ai sip i mirë. Këta këtu kanë kafen më të mirë se ai Starbucks-i tjetër. Ai Starbucks-i tjetër nuk e di se çka kishte. Sigur kishin ndryshuar dorën. Ndërsa këta këtu nuk më zhgënjin asnjëherë, janë gjithmonë shumë të mirë. Po unë shumë si do shkoj të dalë ty jashtë, sepse këtu është shumë ftohtë. Edhe unë akoma jam në kokë të lagur. Po mundoj mos të flas me zë shumë të lartë, se edhe bizdista njerëzit e tjerë dhe gjëna. Mora ndërkosin. Zakonisht rutina ime ishte që oh my god, dua të qaj. Sot është e premte dhe unë të hanën vi, jo të martën vi. So, ja këtu ulesha unë gjithmonë. Edhe këtu tani, te ky vendi që ulesha, vija gjithmonë këmbët e kjo karigja. Këtu, dhe va kështu si zonë, që të rire hatë. Dhe pi kafen time në qetësi, po mundojmë të flasë edhe këtu me zëjt një që këtu ullet. Shpresoj që të dëgjohet, se ka njerëz që po punojnë brapa meje. Dhe thjesht pi kafen në qetësi, kam librin tim që lexoj. Këtu në Bali kam mbaruar 3 libra. Kam mbaruar 3 libra dhe jam shumë krenare. Këtu është mjeti im. Sot për darkë do shkojmë me një dy shoqe. Sot për darkë do shkojmë me një dy shoqe në një restorant. Ato thuan që të dalin më vonë, po unë të them të drejtën, nuk kam shumë nerva që të vishëm kështu. Unë do shkoj me këto gym clothes, do ha darkën edhe do shkoj në shtëpi në shumësi. Por që se kam vendosur akoma, sot do t'ju marr prap me vete. Do mundojmë që të shkoj në shtëpi edhe të posha nis
do po shatis telefonin prap. Kafe mirë. Ja, prandaj mundohem të flasim me sa të ullët, se vinë njerëz si kjo që po flet në telefon, që vërtet flet me zat shumë të lartë dhe bëhet e bezdishme për njerëzit. Është shumë e rrallë që njerëzit të mendojnë jo vetëm për veten e tyre, po edhe për të tjerët që kanë rrotull. Dhe kjo është një gjë që duhet vlerësuar për njerëzit, kur ti je thoughtful edhe për njerëzit që janë rreth teje. Ndërsa kur je kështu në publik edhe je bezdis të tjerët, do thua ti unë jam punën time, më interesojnë të tjerët. Shumë gabim, duhet të interesojnë të tjerët. Sepse jemi në komunitet. Dhe kur jemi në komunitet, duhet të jemi, kjo është një moment mësimi, kur jemi në komunitet, duhet të jemi thoughtful për njerëzit e tjerës. Disa gjëra nuk ka, disa kur je një njeri me intelekt, nuk po them që unë jam intelektuale dhe gjëra të tilla, po janë disa gjëra që janë common sense, edhe ti nuk i ban. Sa të bukur këta motora që ja kjo sa bukur të i zotin. Janë dhe këta qanë që zien gjithmonë këto, herë që kanë të dy vetëm zien. Ma të meruan, u bëra gati për të ikur unë, shika. So, këtu kemi ardhur në një vend që u bëjnë karaoke. This is Sydney. Where are you from? I'm from America. Yes, so this is gonna be posted on my TikTok with Albanian people. Hello, Albania. Albania. And she's ordering, Lily is ordering, and then Destiny. Bëjmë karaoke këtu. Më pëlqen shumë karaoke.